Në nder të ditës së flamurit kombëtar shqiptar 28 nëntorit dhe të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë edhe këtë vit u zhvillua me krenari maratona pavarësisë Ulqin Shkodër, një traditë që tashmë ka hyrë në zemrën e çdo shqiptari. Ky është viti i 13 radhazi që vrapues, sportashës, të rinj e të moshuar mblidhen së bashku për të ndëruar rrugtimin historik të kombit shqiptar drejt lirisë. Bartës i organizimit, kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Maltëzi, Fejknika, u shpreh se në këtë ditë të shenjtë për kombin, maratona e pavarësisë na kujton se historia jon ecën përpara me hapa të sigurt, po aq të fortë sa hapat e vrapuesve që mbajnë me krenari flamurin kombëtar. Le të vazhdoj kjo traditë edhe për shumë vite të tjera, duke na bashkuar dhe duke na kujtuar se kudo që jemi Shqipërinë e mbajmë në zemër, shprehnika. Sot festojmë 28 nëntorin, një nga datat më të rëndësishme historike të gjithë shqiptarëve, padyshim që edhe shqiptarët në Ulqin edhe në Malzi bashkojnë kësaj feste. Për të shënuar le të themi këtë datë rëndësishme, në orët e para sot fillojmë ditën me atë që kemi tradicionale tashmë, maratonën e pavarësisë. Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve është pjesë e këtij organizimi, cila është le të themi simbolika dhe qëllimi i gjithë kësaj maratone. Po ju siç e thatë, Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Maltëzinë e kuadër të aktiviteteve të veta të cilat kanë filluar nga Rozhaja, Plava Gucia, Tivari, Malësia, në gjitha treva shqiptare, sot e shënojmë në mënyrë simbolike me maratonën Ulqin Shkodër, e cila është tani më tradicionale, është i 13 vit me radhë e cila kjo maraton zhvillohet dhe urojmë që kjo të bëhet e përjetshme, siç është edhe dita e flamurit kombëtar. Padyshim kjo maraton ka simbolikën e vet, sepse synojmë që ta çojmë flamurin kombëtar nga Ulqini drejt Shkodrës përmes vrapit, dhe kjo është një simbolik shumë e bukur të cilet urojmë që ta vazhdojmë edhe për vitet që vijnë, po sot do të kemi një numër të konsiderueshëm të vrapuesve të cilet sigurisht do të shënojnë dhe mos të ndodhë ndërprerja por kontinuiteti i maratonës, e cila tashmë është shumë popullore dhe pjesëmarrja është jo vetëm nga rajoni, por ka interesim edhe nga vendet e tjera. Sigurisht do duhet që në të ardhmen të organizohemi që ta bëjmë ndoshta edhe më masive, mirë po brenda mundësive që ka Këshilli Kombëtar, Komuna Ulqinit dhe Bashkia Shkodrës, edhe këtë vit do ta shënojmë, siç thash, qoftë ajo edhe simbolike për të vrapuar nga Ulqini drejt Shkodrës me flamurin ton kombëtar, pikërisht në ditën e flamurit kombëtar. Kush i pret le të themi nga Bashkia Shkodrës? Po sigurisht edhe Bashkia Shkodrës ka javën e flamurit kombëtar dhe atje ka manifestime të ndryshme të cilat tani më veç kanë filluar dhe i kemi përcjell në media. Aty do të jenë përfaqësuesit e Bashkisë Shkodër, Sekretariatit për Sport dhe si tashmë është tradicionalisht ku do të jepen edhe shpërblimet, kupat dhe minjohjet, edhe po mendoj shpërblimet për vendin e parë, 2, 3. Me cilat urime u drejtohesh gjithë shqiptarëve sot? Shfrytëzoj këtë rast, faleminderit për pyetjen, që të uroj gjithë shqiptarët kudo ndodhen për festën e flamurit kombëtar. Uroj që këto ditë të festave kombëtare të na bashkojnë shqiptarët kudo janë, po pse jo, sepse neve kemi disa simbole të cilet na bashkojnë, siç është gjuha shqipe, flamuri kombëtar edhe kombi është domethënë në suazet e këtyre simbolikave. Uroj që kombi shqiptar të ketë një zhvillim, prosperitet edhe integrim të gjithë faktorit shqiptar në Bashkimin Evropian në një familje të madhe. Kjo maraton është bërë tashmë një ngjarje e madhe kulturore e sportive që afron njerëz nga të gjitha trevat shqiptare dhe madje nga shumë vende të botës, shpreh Dritan Rexha, koordinatori sportiv i maratonës. Se duhen edhe disa kushte për të plotësuar edhe për qenë e mirëfillt. Sa i plotëson kjo maraton Ulqin Shkodër edhe le të themi cilat janë ato mbështetja juaj teknike që do të bëhet për gjatë gjithë rrugës? Për sa i përket maratonës pavarësisë, kushtet teknike i plotëson sepse kemi pas falë Zotit në mes 2 kalas Ulqinit dhe Shkodrës, ku është edhe metra e maratonës është shumë e saktë. Kështu që ka do përpjetina që ndoshta aty, por kjo stazi plotëson kushtet, sidomos të mohat një maraton e mirëfillt. Sa pjesëmarrës kemi sot, dhe nga cilat trojena? Të unizim nga fakti që është edicioni 13, mendimi jonë ishte që mos të shputet maratona e pavarësisë, ku lill mbar kombin shqiptar edhe ku lill 2 qytete mbar shekullore, Shkodër Ulqin, ku garus, pjesa më e madhe që marrin pjesë me një dëshirë shumë të madhe,
marrin pjesë ku të na napin edhe neve një farë atmosferet shumë të mirë në datën e 28 nëntorit. Cilat mosha i kemi prezent? Këtu kemi prezent nga mosha 18 vjeçare deri në moshën 70 vjeçare, ku shprehi edhe falenderimin e Guri Muçës, ku ishin nismëtarët e parë në këtë stazë. Një mirënjohje shumë e madhe për to, për këtë maraton që mbahet. Këtu shënohet një datë me të vërtet historike për çdo maraton që mbahet, ku shprehim kënaqësinë mbar shqiptare, një maraton shumë e madhe, shpresoj që të kalojmë mirë. Tradita është bërë një simbol i qëndrueshëm i unitetit kombëtar. Me çdo edicion, kjo maraton forcon lidhjet mes Ulqinit dhe Shkodrës dhe gjallëron frymën e solidaritetit, respektit dhe dashurisë për atë dheun, u shpreh nënkryetari i komunës së Ulqinit, Beqir Sella. Në emrin tim personal, në emër të komunës së Ulqinit, gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, bashkëkombëtarët tanë ju uroj festën e flamurit, festën e pavarësisë. Me të vërtetë kjo ditë shënon për 13 vjet që mbahet maratona Ulqin-Shkodër. Kjo filles ka filluar në 100 vjetorin e pavarësisë dhe kështu ka vazhduar traditë dhe do të vazhdoj ndërmjet dy komunave, siç është komuna Ulqinit dhe e Shkodrës. Ne këtyre garuzëve të cilat sot vrapojnë, to tregojnë një unitet, ndërmjet se jemi një popull, kemi një gjuhë, kemi një kulturë dhe kështu ky flamur sot vrapon prej një kufi në kufinin tjetër. Spari duhet të përshëndes këtë nismë të cilën e kanë organizuar me vite me radhë nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve, Komuna Ulqinit, si ashtu edhe shoqata jo qeveritare Bajraku jeton. Ne si komunë duhet të festojmë, duhet të përkujtojmë të kaluaren, duhet të festojmë të tashmen dhe të vërtetojmë në të ardhmen të cilët jemi duke punuar në këtë drejtim. Kështu që ne, mesazhi im është që ne duhet të investojmë për të rinjtë tanë, duhet të investojmë në sport, në kulturë, sepse ato janë shtylla e së nesërme. Dhe me këtë rast duhet të shfrytëzoj edhe një herën mesazh urimi gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, ju uroj festën e flamurit, festën e 28 nëntorin, këtë ditë të bekuar për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen në përbot. Ju faleminderit nga zemra dhe miru takoshim edhe në evenimente tjera të cilat na prekasin ditëve në vijim. Faleminderit. Mes pjesëmarrësve që i kanë dhënë shpirt e ritëm kësaj maratone ndër vite, spikat figura e Ilir Këllëzit, i cili ka qenë pjesë e saj për 11 vite me radhë, me përkushtim, disiplinë dhe dashuri për sportin, për atë dheun, Iliri është shndruar në një shembull frymëzimi për shumë të rinj. Jam shumë i lumtur që marr pjesë për vitin e 11 radhazi në maratonën e pavarësisë. Kjo është era në qoftë se triumfoj këtë erë, është ere 7 radhazi që dali pari. Faleminderit. Mes vrapimeve, buzëqeshjeve, lodhjes, mbështetjes së ndërsjellë dhe bashkimit në një flamur, krijohet një energji e veçantë që e bën këtë ditë edhe më domethënëse. Maratona është një udhëtim simbolik, një rikthim të rrënjët tona dhe një bashkim shpirtëror ndërmjet trojeve shqiptare. Çdo hapje i vrapuesve në këtë rrugë nga Ulqini drejt Shkodrës është një kujtesë e gjallë për sakrificat dhe qëndresën e brezave që luftuan për identitet, dinjitet dhe pavarësi.